Të nderuar xhamat, lusë Allahun Azza wa Jall fillimisht që këtë të bëjmë tonin ta bëj të bëjmë ku përmes ti falën mëkatet tona dhe ku përmes ti Allahu Azza wa Jall thot kur ngritemi prej këtuhit ngritoni se jeni duke u ngritur pa asnjë mëkat. Lusë Allahun Azza wa Jall që se ka mundësi njeri haram dhe për këtë arsye quhet edhe insan, por dua që fillim ta falenderoj hoxhën e kësaj xhamie dhe gjithë organizatorët të cilët na kanë mësuar që të vinë këtu së bashku, ta shohim njëri tjetrin, ta përshëndesim njëri tjetrin, ta këshillojmë njëri tjetrin, dhe kjo është prej punëve më të mira që Allahu Azza wa Jall i udhëron muslimanët. E thash këtë duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkuru an-nas. Nuk e falenderon Allahun ai që nuk i ka falendëruar njerëzit. Kurse desni që unë kam vendos ta paraqes para juve është si vazhdim i një ligjërate ose i një teme që kanë filluar ta mbajnë para 3 javë apo para 1 muaji, dhe tema e parë, ligjërata e parë në lidhje me këtë temë ka qenë Ledistan. Pastaj kemi kaluar për disa tema tjera të ndryshme. Pastaj do të themi prapë ta vazhdojmë këtë cikël të ligjëratave për shkak se mendoj se është shumë e rëndësishme. Ajo që unë dua të flas para juve është rrugat, rrugicat të cilat janë shkakshë me largu njeri nga rruga drejt. Rrugat apo rrugicat të cilat janë shkaktare që njeriu nuk mund të pason të vërtetë dhe të largohet nga rruga e drejtë. Kjo temë edhe më shumë bëhet aktuale, edhe më shumë bëhet e rëndësishme nëse e kupton që rruga e udhëzimit në kohën e fitneve është vështirë për të pasur. Rruga e drejtë e Islamit në kohën e sprovave është vështirë për të gjetë. Kurse sprovat, rrugët e humbjeve, rrugët e devijimeve janë aq shumëta saqë nuk numërohen. Dhe këtë moment më kujtohet një fjalë një tabiini të madh, Hasan al-Basri rahimahullah, i cili ka lënë 10 vjet pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë për kohën e tij: "Laysa al-ajabu liman halaka kayfa halak, walakin al-ajabu liman naja kayfa naja." Ka thënë nuk është çudi për atë i cili humb nga rruga e drejtë, pse humbi nga rruga e drejtë, por është çudi për atë i cili shpëtoi si shpëtoi nga rrugët e humbura. Nuk është çudi ai që e mor një rrugë për rrugën e shejtanit, pse e mor këtë rrugë? Për shkak se rrugët e shejtanit janë shumëta. Po ai i cili e mor rrugën e Rahmanit, a thu pse e mor këtë rrugë? Për shkak se kjo rrugë është e vështirë dhe është një. Dhe nuk ka shumë. Prandaj edhe nëse i kupton gjitha këto gjëra dhe gjitha këto sakrifica të cilat rrethohen ty, ku armiku të bajnë e ki shejtanit, dhe pastaj shumë lloje tjerë të shejtanëve të cilët flasin edhe me gjuhën tonë, atëherë e kupton rëndësinë e udhëzimit që Allahu Azza wa Jalla ta ka dhënë ty. Prandaj edhe e kupton që duhet me rujt këtë udhëzim për shkak se ka mundësi kohë pas kohe ik nga ti. Për me rujt udhëzimin, ashtu siç e kemi thënë në ndesën e kaluar, dietarët kanë thënë patjetër duhet me ditë edhe rrugët e devijimit. Për shkak se عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. Shëron poeti, e kam njoft keqen, jo për ta bërë të keqen, po për të ruajtur nga ajo. E kush nuk e din dallimin mes mirës dhe të keqes, bjen edhe të keqen edhe të mirë. Prandaj, pasi që çështja është këtu, dhe e keqja duhet mësohet që të largohet prej saj, e pashtë arsyeshme t'i vazhdoj ato pika
cilët i kemi cek dersën e kaluar dhe inshallah ky ders i jon sonte nuk do të jetë i gjatë sigur i dersit kaluar. Do të mundohemi që të cekmi gjërat më kryesore dhe do të vazhdojmë inshallah edhe pas këtij dersi ku Allahu azza wa jalla na mundson të marrim derse, do të vazhdojmë me këtë temë për shkak se siç thash fillim është temë më rëndësi. Prej pikave që shejtani i shfrytëzon për ta luftuar njeriun, për ta luftuar birin e Ademit deri në momentin e tij të fundit është mendjemasia. Do të aveni një gjë se nuk jam të folë për mendjemasi. As nuk jam të folë në temë gjatë, ose të këllë shetu, për gjënash të vimë a vonë. Unë jam vetëm duke i cekë gjitha këto çështje që me kuptu që gjitha këto shtohen ose piknisin e kanë të boshti kryesor që po folin. Gjitha këto e kanë piknisin të boshti kryesor që po folin. E kjo piknisje është që gjitha këto metoda, që të t'i kanë lidhje drejt për drejt me largimin të nga rruga drejt. Do të thonë, ajo që po du me folë, mi u tregu juve para se në vazhdu dersit, është sa une nuk jam interesu me folë ders veçan për mendjemasi, për shak se kjo dënë dersit shumë. Ose nuk jam të desh me folë për një çështje për çështjeve, që të ta cekim në vonë, që të bëhet derse veçantë. Jo. Këto janë vetëm pika në që të tregoj si është lidhja mes këtyre dhe mes asaj që po du me kuptu ju, domethënë mes asaj që si ndikojnë këto që njeri mos me mujt me arrit dhe me ecë në rrugën e drejtë. Pra mendjemasia është një prej çështjeve kryesore që njeriu nuk e lën me nejtë në rrugë drejtë. Dhe që njeriu e largon nga rruga e drejtë që Allahu azza wa jalla ka urdhëruar me pasu. Për ta dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka përkufizuar, nëse do të më di çka do të thonë mendjemasi, nëse të vjen dikush çka do të thonë mendjemasi, në këtë rast e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ta ka përkufizuar, ka thonë nëse të vjen dikush çka është mendjemasia, përgjigjë kështu: batrul haqqi wa ghamti an-nas. Mendjemasia është me reforcu të vërtetën edhe me nënçmu njerëzit. Çka është definicioni i mendjemasisë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar këtë hadith që e transmeton Imam Muslimi? Pra mendjemasia është batrul haqqi wa ghamtu an-nas. Çështja kryesore e mendjemasisë është kur ti e refuzon drejtën që ta jep ty dikush. E refuzon hakin, vërtetën që vjen dikush ty ta mëson. Dhe nëse do kështu e refuzon, pa pas arsye, pa pas komentim gabum, apo pa mendu se ka mundësi me qenë diçka më e rëndësishme se kjo që po ta tregon ky, atëherë në këtë rast jemi mendjemar. Në këtë rast ti të Allahu shkruash me mendjemllajë, kurse mendjemllajë të Allahu azza wa jalla dihet ku e ka vënë. Pra ta dhe dietar ku ka thonë mendjemasin ka thonë sikur mos kishte mendjemasia në raport me të vërtetën. Dëgjoni, unë të volë mendjemasia në raport me të vërtetën. Nuk jam të volë mendjemasia që e shpreh njëri ndaj njerëzve, ose mendjemasia që e shpreh njëri dikun publik, apo jo, jam të folë mendjemasia në raport me të vërtetën, me pasimin e të vërtetës. Dietarë thonë sikur mos kishte qenë nga rreziku i madh i mendjemasisë në raport me të vërtetën, atëherë nuk kish me qenë nxjerrja e iblisit dhe shejtanit prej xhenetit. Por shkak se për shkak të mendjemasisë ti është bërë shkak që me dal prej xhenetit. Për shkak të mendjemasisë pse? Se kur Allahu azza wa jalla ka urdhëruar iblisin mi mos e ish Ademit, si formë respekti, e ka mohu për shkak të mendjemasisë që ka shpreh. Dhe kjo ka qenë arsyeja që shejtani ose iblisi u përjashtu për mëshirës së Allahut azza wa jalla. Pra, mendjemasia në raport me të vërtetën është rreziku më i madh që i ka nisur një muslimani në rrugë. Edhe ajo që kuptohet edhe më shumë për rrezikun e saj është që shumë prej njerëzve nuk e dinë që janë mendjemllaj duke mos e ditë definicionin e mendjemasisë. Edhe unë tregova që nëse të kundërshton vërtetën, apo nëse i shkon njerëzit, kjo ty tash më e qartë për juve. Me bëjë nëse e kundërshton vërtetën, këtu automatikisht ti përshkruesi mendjemall. Për shembull, shumë herë ndodh dhe shumë raste kemi ndëgjuar, nëse vjen dikush të mëson diçka, nëse është më i ri se ti, apo nëse ka filluar më fal më vonë se ti,
Ti qka po? Po i vogël ashtë taj mu me mësu. Që kjo shprehje ashtë me një masi. Nëse du ti, kur dole i mu me mësu, kur o boa i mu me mësu, që kjo shprehje me një masi. Pse? Pse ti nuk jetu e këshyrë fjallë që ka përdal taj. Ajë ndoshtë është atë fjallë e ka morë për dikune që është maj masë ti. Ajë ndoshtë është atë fjallë që përdo thotë e ka morë për një djetarit që ti azonit nuk ja keni. Ose që ti shpresot me pashen zënë si jeti djetarit. Mi po ti në moment kur ke thonë që këj vogël është me mësu mu, ose unë e se marë për ti, këtu aludon që ty nuk ka interesu fjallë që e ka thonë ajë. Po ty të ka interesu me rrujt vetën, me mbrojt vetën, e ai person i cili e mbron vetën, kur nuk e dine ashtë në vërtetën, apo në të kotën, këj person është me të madhë. Ai person i cili e mbron vetën, duke mos pas qartë, a është në rrugë drejtë, a është në rrugë shtretë, këj person është me të madhë. Po ata Allah Azza wa Jall, kur i përshkruan banorët e Mekës, edhe kur i përshkruan ato poetët, që ka qenë kohën e Mekës, njerëz më me kulturë, sipas kulturës tyre, thotë wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Thotë këtyre poetëve ju shkojnë përmas mendjemllajt. Këtyre poetëve ju shkojnë përmas mendjemllajt. Qysh, domethënë poetët, jo që ato janë mendjemllajt, që nuk diskutohet në kohën e pejgamberit. Këto janë mas mendjemllajt, po edhe parin që kanë afër veti i kanë bërë sigur ato. Për shka? Për me largu njerëz në rrugës Allahut Azza wa Jall. Kjo është arsye kryesore e mendjemallësisë. Arsye kryesore që shejtani kërkon për njerit kur fillon t'ia mbjell atij mendjemallësinë, qoftë sjellje, qoftë bitjen e tij, arsye kryesore është që me çfarë shkak që mu largu malet për njerit në rrugës drejtë. Shkaqet e mendjemallësisë dietar kanë cek shumë. Unë të licej dy shkaqet e mendjemallësisë, cilat kanë të bëjnë, siç po tham, duke u munduar me ruajtur qëllimin boshtin e dersit që janë të futur. Njëri shkak është kur njeriu i dukon rënd disa çështje shariatit. Kur njeriu i dukon rënd disa dispozita të fesë, edhe pse ato janë lehtë, po atij shejtani ja bën rënd, atëherë në këtë rast duhet me shpreh një farë metodë që me refuzohet dopu. Nëse vjen dikush dhe ja mëson një sunet për sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe s'ka mundësi me praktiku, atëherë thotë lemur atë ti, kush jeti që mëson? Që kjo është një prej arsyeve që vjen me ndjemasinë të njeriu. Kur s'ja merr mendje me praktiku diçka, mirë po nuk shkon ai me qenë i vërtetë, i sinqert me veten e tij, me thonë s'po më praktiku. S'po më praktiku, Allah i më fort. Ja. Sikur ti shkon kështu kish me qenë inshallah arsyetuar të Allahut. Nëse vetë vërtet s'ka mundë praktiku. Po ai mund me praktiku. Po s'do me praktiku, pastaj kur ta mëson dikush bëhet me ndjemall. Dhe thotë nuk ka nevojë kë mundësi. Dhe shkoku i dytë që nëse i shikon shumicë e njerëzve si kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që nuk e kanë pranuar të vërtetën. Po edhe në kohën tonë e shef që pasuria është shkaku kryesor që shumë për njerëzve i ka vënë me ndjemall. Pasuria, shkaku kryesor pas kësaj dytës që shumë për njerëzve i ka vënë me ndjemall, siç po tham, në raport me pranimin e vërtetës. Dhe kur ka ndodhur ka pas pasurinë para vetit, ju ka dhënë që gjithë dynjan e ka para vetit. Sikur Firauni e ka pas pushtetin e madh, e ka pas pasurinë e madhe dhe ka menduar që nuk ka mundësi më shkatru pozita e tij, nuk ka mundësi pushteti i tij më shkatru, saqë ka kërkuar udhëtar me muslimanët e asaj kohës, ka kërkuar pi Paris vetë ka thonë ndërtoni një ndërtesë të madh ta shoh Zotin e Musës që po ka Zot. Ndërtoni punë ashtu më rinë atë kohë, në lartësi të madhe ta shoh Zotin e Musës për shkak pasurisë të që ka pas. Me po Allah Azza wa Jall me gjithë pasurinë e tij e humbi dhe fundosi detin. Pra, pasuria është për çështjeve kryesore që njeriu e largon për rrugës drejt nëse nuk din me menaxhu ç'i duhet. Normal, jemi të vogël, nëse nuk din me menaxhu ç'i duhet, për shkak se përmes pasurisë shejtani e shfrytëzon rastin më së shumti me largu njeriu nga rruga e drejtë, sepse pasuria është pika e dobët për njeriu. Pasuria është pika e dobët njeriu, saqë poeti thotë raitu nasa qad malu ila man indahu malu fama ma indahu malu fa anhu nasu qad malu. Do t'i pash njerëzit që kanë anu tek ai i cili ka pasuri. E kush nuk ka pasuri, shumica e njerëzve nga i largu. Kurse çështja e dytë
Për çështjeve që kanë të bëjnë drejt për drejt me largimin tonë nga rruga drejt është zilia. Pra përveç me ndjemasis, çështja me numra sipas dersit kaluam nëse i cekmi tash, domethënë është pika e 9. Pika e 9 që njerëzit i largon nga rruga e drejt dhe nuk ecin rrugën që Allahu i ka urdhëruar është zilia. Dhe edhe përmes zilis, edhe kjo ka qenë shkaktore një prej shkaqeve tjera që shejtani është larguar nga xhenetit. Po çka? Po shak se kur Allahu azza wa jalla i tregoi që e ka veçuar Ademin dhe e ka bën kombës në tokë dhe e ka zgjedh, bine i ka mësu Ademi gjitha emnet, se shto si shto mësurën nga karëva, u allem Adem e lesmaja kullaha, e ka mësu gjitha emnet, shejtani ka xhelozu. Ka thonë, ana khairun minhu, khalaqtahu min narin wa khalaqtani min tin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ke kriju mu prej zjarrit, ata prej ujit. Domethënë, shejtani këtë as kur ka xhelozu e ka përdorur analogji. Ka thonë, pasi që mund të kriju prej zjarrit, ata prej ujit, unë që ka më i mirë, pse unë më për ulatina? Kurse te Allahu nuk ka qenë çështja, te Allahu nuk ka qenë çështja si e ka kriju, por shkak se Allahu krijon si don dhe çka don. Po te Allahu ka qenë çështja që kur urdhon Allahu diçka, dush mu bit. Dhe zilia është smuja më e madhe, si thojnë dietarët, që ka deportuar krejt ummetin islam. Domthon nëse thojnë dietarët, nëse don me shiku çfarë ndikimi ka zilia atëherë kuptoje që kjo ka hi edhe mes xhamalave. Kuptoje, nëse do të dish çfarë ndikimi të keq ka zilia, kuptoje që kjo ka hi edhe mes xhamalave. Saqë kur u pyeti Ibn Abbas radhiyallahu anhu, si se transmeton Ibn Abdul Barr, kur u pyetën, a thua ka mundësi me pas xhamallar të mes vetë zili, e ka thonë një fjalë interesante. Ka thonë ka mundësi me pas zili në mes veti ma shumë se 2 cjep me një kopet dhime. Ma shumë se 2 cjep me një kopet dhime. Pra, deri në këtë mas ka mundësi me ndiku zilia të njëri. Bida pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu me një hadith që zilia i fshin punë të mira të njeriu ashtu siç e fshin zjarmi atë bullogin apo të hekurit. Ndryshkun e hekurit, po. Ashtu që flinë zjarmin ndryshkun e hekurit. Kështu zilia i fshin punë të mira. Me po ajo është prezente dhe njerëz sidomos për 2 gjëra. Për 2 gjëra njerëz xhelozojnë më shumë ti kurse asnjëri nuk është për të xhelozuar. E para, po me pas pasuri si tjetri. Dhe e dyta, po me pas pam, pozit, mu livdu si për tjetri. Dhe të janë 2 gjëra që më shumë ti njerëz kanë zili ndaj një tjetrit. Për ata dhe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cek të puna e zilis një gjë shumë e rëndësishme që duhet ta sqaroj këtu para juve. Në mënyrë që dikush kupton që një gjë është zili, por nuk është zili në realitet. Ka thënë 2 gjëra nëse bën njëri zili i ka lejuar. Ka thënë me xhelozu, me pas qef, me pas pasuri si kur tjetëri që me dhonë sa do siguraj, edhe me xhelozu, me pas qef, me pas dituri si kur tjetëri që me shpërdojë këtë. Mi po për cilën xhelozi, për unë jam të fulle cilën të regon për rrugës për të. Jam të fulle si që të thonë Shekhi Islam të bjerë rahimullah për xhelozi që ka thonë xhelozia e kritikume në shariat është ajo xhelozi e cila dëshiron një të mirë a që ka që ju, duke mendu që i shoha tjetër i largohet. Me mendu një të mirë, me do një shoha do të kam siguraj. Edhe ma shumë saj, nuk kam për ne. Kjo është me xhelozis të lejume. Me thonë qyre filoni sa shumë po jem, sa shumë unë e s'pomoj, pse unë mos me pas, mu mundu me pas, nuk kam për ne. Mi po e që është ndalu me shariat është me pas xhelozi dhe me shpresu që tjetër i shoha nuk e ka. Do mund me dish me pas një pasuri, një diçka, me shpresu që tjetër i shoha nuk e ka. Kjo është rrepsisht ndalu. Ibn Qayyim rahimahullah thot një fjalë shumë të rëndësishme, pasi që e ceka me ndjemasin dhe tash zili. Thot usulul khataaya thalatha. Dhe gjënë e mirë, kjo është shumë më rëndësishme. Thot themelet e gabimet të njerëzve janë 3.
Çdo njeri që ka vënë këtë dynjë. Tris gabimet e tyre ndryshme që janë llojeve ndryshme, sillen çdo trisë. Thot mendjemasia, zilia edhe lakmia. Thot mendjemasia zakonisht e bën kufrin edhe shirkun, mosbesimin. Thot zilia zakonisht e bën zullumin dhe padrejtësinë. Kurse lakmia zakonisht i bën gjinohat. Dhe kjo është themeli, boshti i gabimeve që ndodhin te njerëzit. Pra zilia zakonisht e bën zullumin dhe padrejtësinë dhe kjo është e sheh secili që ka sy e sheh shumë. Zakonisht probleme që ndodhin mes njerëzve ndodhin si fillim për shkak zilis. Dhe kjo është një prej arsyeve që njeriu e largon nga rruga e drejtë për shkak? Për shkak se siç ka thënë Jahudit kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pi bëj shembull kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për shkak se atëherë ka zbritur shpalla dhe atëherë njerëzit kanë qenë të obliguar të pranojnë vërtetën. Ku ka zbritur shpalla Jahudit e kanë thënë çka më zbritin pejgamberi. Bile çka është shumë e rëndësishme, edhe çka është e çuditshme, Jahudit ku kanë dhënë Medinë me edu. Ju kanë kallëzuar banorët Medinë që kanë marrë çdo mesin e një pejgamber. Ato s'kan ditë çka mori pejgamber. Se ato s'kan pasur libër, nuk kanë pasur ato libër që as Injili as Teurat. Jahudit e kanë ditë dhe pse kanë dhënë Medinë, se kanë thonë e dinë që çtu pari tipon kanë me dalë pejgamberi e nash tipotet për mesin tonë. Nash tipotet për mesin tonë. Po ku ka ardhur pejgamberi se na bëj tjerë që në korpin e Jahudive atëherë ato kanë xhelozuar. Dhe këtu ka hizilia ka unë ja, nuk e pasoj për shkak se është për juve. Dhe kjo është pe pikave kryesore që Allahu Azza wa Jalla i përshkruan Jahudit, çaj për shumë Kur'an çish thot, ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Jo për ato të cilët Allahu është i hidhur. Për çka është i hidhur? Për çka është i hidhur? Abdullah ibn Mubarak rahimahullah pitabiin të mbaj thot çdo person i cili nuk punon me diturinë e tij, pasi që i vjen, i përgjon Jahudive. Për shkak? Për shkak se Jahudit e kanë bërë vërtetën, ju ka ardhur, e kanë kuptuar dhe nuk kanë punuar me ta. Por ata Allahu zot u hidhur me ta. Për çdo person i cili pe muslimanëve e sheh vërtetën dhe nuk e pasonat, ka përgjegjësi me Jahudit. Kjo pra është pika e nëntë. Pika e 10 do ta ceki këtë ders janë mëkatet. Mëkatet siç kanë thënë dietarët janë shkaku prej shkaqeve kryesore që e largojnë njeriu me kuptuar të vërtetën. Thotë Sheh Islam ibn Taymiyah rahimahullah një fjalë shumë e rëndësishme. E thotë një fjalë shumë e rëndësishme. Thotë sikur, dëgjoni mirë, thotë sikur njeriu që është me sy, nëse i mshel syt nuk sheh kurrë. Ashtu mëkatet ndikojnë zemrën e njeriut, saqë nuk shef, edhe pse në sens, zemra ti është që shef, si kur syri ti që shef, pasi që kam qenë. Ashtu ja blokojnë, ja rrethojnë mëkatet, udhëzimin ati njeriut, saqë nuk shefot, edhe pse nuk e ka zemrën krejt vdekur dhe krejt nuk është krejt domethënë i verbër, ashtu siç është zemra e pabesimtarëve. Ta keni dallimin mund, i vëtemi rahimahullah edhe pse ky musliman nuk e ka zemrën të verbër, sikur që ka pabesimtar që nuk kanë mundësi me bëu kufish udhëzimin, thotë ky më thot për shkak të mëkatit, thotë i ka bëu, ju ka bëu një farë mbuloje, thotë i përçon kjo mbuloje, thotë sikur mbuloje synit, kur ti mshini njëri syt nuk sheh kurrë. Po ta dhe Kaimi pastaj sikur e komenton këtë fjalë të Ibn Taymiyah rahimahullah. Thotë الطاعة نور والمعصية ظلم. Ibadeti, rruga e Allahut, udhëzimi është dritë. Rruga e Allahut është dritë. Kurse mëkati është errësirë. Sa më shumë njeri që bën mëkat, aq më shumë i errësohen rrugë para tij. Sa më shumë njeri që bën mëkat, aq më shumë i errësohen rrugë para tij. Sa që mbetën tot i hutuar dhe nuk ka mundësi me gjetë rrugën e udhëzimit. Pra, Ibn Kaimi e përshkruan këtë periudhë njeriut, i cili i pranon mëkatet duke mos e rrit vetën si një person i cili është duke hezur në rrugë. Dhe aq më shumë që bën mëkatet, aq më shumë i errësohet kjo. Derisa vot mbetët i hutuar dhe nuk din
Dhe kështu ndikojnë mëkatet e personit. Për ata, Imam Shafiu rahimahullah, një herë, çdo herë ka mësuar shumë, dhe ka pas logjikën tepër të fortë. Ka nxorr përmend shumë, me po një për ditëve nuk ka mujtë me nxorr shumë përmend. Ose u dobësu si shumë. Edhe ka shkuar në kutë e Buxharat, e ka pas emrin Waki' ibn Jarrah. Ka thonë shakawtu ila Waki', pastaj ka thonë vjesh. Ka thonë shakawtu ila Waki' su'a hifzi, fa arshadani ila tarki al-ma'asi, wa qala i'lam bi anna al-'ilma nur, wa nur Allah la yuta li 'asi. Ka thonë u ankova te Waki'u që nuk mund të mësoj përmend. Fa u tha dije që dituria që jetë të mësu, dituria e Allahut është dritë, kurse drita e Allahut nuk shkon te mëkatari. Dije që dituria e Allahut është dritë, kurse drita e Allahut nuk shkon te mëkatari. Kështu ndikojnë mëkatet në raportin e njerit me të vërtetë. Qysh ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e bën një mëkat, i bëhet një pikë zezë zemra. Dëgjon e pastaj, dëgjon ajo që unë po du me tregu në mënyrë me vërtetën që jam të burë. Dëgjon e në fund hadithit. I bëhet një pikë. Çka është rezultati? Rezultati është që ka humbur rrugën e drejtë. Pse? Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund hadithit thotë, derisa të arrijmë në xhenet, thotë, as din thotë, cila është e mirë, as din cila është e keqe. Por derisa arrijmë në xhenet, e keqja edhe e mira i bëhet njëjtë. E nëse arrijmë në xhenet, dije që mëkatet e kanë mbulu zemrën e tij dhe zemra e tij vështirë është të bëjë. Dije që mëkatet e kanë mbulu zemrën e tij dhe zemra e tij është vështirë të bëjë. Çështja 11 është terku sualit hidayah. Lënia pasdore e kërkimit të udhëzimit. Dhe kjo është tepër mërzi. Në atë moment kur njeriu është i uzu, është në rrugë të Islamit, është të punu për Islam, në atë moment që mendon, mjaftoj mu. S'kam nevoj me kërku mu për Islam, s'kam nevoj me lexu mu, s'kam nevoj me shku të para, dije që kjo është humbja e parë për ta. Dhe dije që për ta është shejtani, dije që për ta është hapi i parë që ja ka dhënë mundësinë shejtanit me largu nga rruga e drejtë. Nëse njeriu e lën uzimin, domethënë nuk e kërkon vazhdimisht. E kemi thënë shpesh në fjalët e Ibn Qayyimit, po kushak do bisë molla për çike sonte. Ibn Qayyim rahimahullahu ai njeri i cili mendon se nuk ka të shkuar as te para, as te mas. Domethënë as ashtu po mirë, as ashtu po keq, ashtu me një vend, ky person ka gabuar. Ky person ashtu mendu diçka iluzione. Po shak se njeriu ka thonë këtë botë Ibn Qayyimi, nuk ka mundësi me net me një vend. Ose ka me punu për dhe shejtonit, ose shejtoni ka punu për dhe atina. Nuk ka mësi me net një vend. Nuk ka shansë se ka me net njëri për një vend. Ose ki me qenë ma për Rahmanit, ose ki me qenë ma për shejtonit. Ti të rrugë nuk i. Për ata në moment që ty me ndonë se kem njaftu më uzimin, ose alhamdulillah, do për vetja që është pashavat, si të pako, atëre që kjo është ajo varë këthetra e borë që ta ka gjujtë qëtoni me ty, që të ka gjujtë qëtoni me ty. Ashtë ajo kurtha e borë që dojnë të ka qipta. Nëse ti ke fillu mu bo normal, me gjenë tonë që e ki dhe mu knjaqë. Por ata është shumë interesant, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e tij u përmallu, u mërzit qysh migjavarët e tij, Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, Ebu Talibi, si pranë në Islam. Edhe u mundu me gjithë forcën e tij këtë me paraqit parë në Islamin, për shkak se Allahu në Kur'an i ka thënë u anzir ashiratakal aqrabin, tregoni për Islamin njerëzve të afërt këtu. Pikëpari kështu ka qenë thirrja për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që njerëzit të afërt me tregu Islamin. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u mërzit shumë. Kurse si thotë Ibn Qayyim rahimahullah, thotë pejgamberi sa për disa është ky gjendje duke u mundu popullin e vet, migjavarët e vet, familjen e vet me uzu, dhe ata s'po uzohen, vjen një person prej Persisë. Prej Iranit sotshëm, Salman al-Farisi. Vjen për akinë dhe për Islamin të para të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tha sikur Ibn Qayyim, tha sikur që thotë Allahu ti pedon Ebu Lehebin, po unë pedu Salman al-Farisi prej Persisë. Ti po dëne për Lehebin me gjatë në Islam, po unë po du që ky pse? Se Salman al-Farisi kur ka dëgju për pejgamber,
nuk kalon vend derisa ka ardhur ka gjetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pa ardhur me këshyrë s'paku. Çka është çështja e tij? Kurse me xhallar të vetë kanë pasur ndjehet shtëpisë tyre s'u ka interesuar kur. Bile kanë ditë që personi më i mirë mesin e tyre, po kanë mjaftuar me gjendjen e tyre që kanë pasur. Dhe kështu është gjendja jote. Kështu është gjendja jote, nëse mjaftojmë me gjendjen tonë që e kemi, atëherë dini që kjo është mundësi me aqen derë shejtanit me thonë urdhnon se dyrë të na i diçi. E nëse shejtani me një derë, pe derave hem, atëherë i shkaton i qenë për dyrë tjera që e ki mbyllura. Si shka thonë djetarë në trupin e njeriut, edhe nëse 70 derë janë, dhe gjitha i kohë mbyllura, njënë për tyre nëse qelet, shejtani pastaj arrin me qenë 70. Që do më thonë kjo? Do me thonë që nuk guxan as njëna më qenë edhe 700 më punë. Edhe 700 më punë nuk guxan as njëna më qenë se në moment që qelet njëna, atëherë tjera shumë malet ka më qenë. Dhe që është tjetër dhe e fundit inshallah për këtë ders, është mos punimi me drejtën, me të vërtetën që e ke mësuar. Një prej çështjeve që më shumë ti ndikon dhe të dicej ke shembull qysh, me loti rrugën e drejtë që Allahu ka dhënë ty, është kur ti e mëson një diçka dhe e din që është e drejtë dhe e din që fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fjalët e Allahut për punë, edhe nuk i vepron. Kjo është një arsyeve që ty të largon për rrugës drejtë dhe pastaj kalon me një kohë që thu e pastaj di që ç'është e pastaj harru. Kalon me një kohë kështu që thu e pastaj di që është shumë mirë, po e pastaj harru. Por ata dhe tregohet prej Imam Ahmedit rahimahullah, kur e kanë dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bëu hijabën dhe ja ka dhënë atij që ka bëu hijabën, haxhamit, ja ka dhënë 1 dinar. Imam Ahmed rahimahullah si e ka lexuar këtë hadith u qiu, ka shkuar ka bëu hijabën dhe ja ka dhënë 1 dinar. Pse si e ka lexuar hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, u mundu me zhdi praktik me ne. Dhe kjo ka qenë metoda më e mirë me rujt hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me rujt ata që kanë mësuar përmend dhe të njëjtën kohë me rujt udhëzimin e tij. Kjo është metoda më e mirë që të njëjtën kohë me udhëzimin e tij. Por ata Ibn Qayyim rahimahullah thotë një fjalë shumë e rëndësishme për këtë çështje. Thotë, ai person i cili nuk punon me diturinë e tij, ai person sprovohet me 2 gjëra. Ai person që nuk punon me diturinë e tij, ai person sprovohet me 2 gjëra. E para e harron tash ai ka ditë. E harron dhe nuk e di. Domethënë nuk ka mundësi me atë punë tjetër dhe mi bën dobi bile spaku tjetër. Por shkak se ka harruar. Sa ajo gjë që nuk përsëritet harron. Dhe e dyta thotë me Kaimi, thotë pasi që ta harroj thotë ky dobi i dytë, kjo sprova e dytë është se kjo dituri do të jetë ditën e gjykimit argument kundër atij. Por shkak se dietarët thonë dituria që e merr njëri këtë botë ose është për ty ose është kundër teje. Ai dituri që është kundër teje 100% ti je sigurt është ai dituri e cila e ke ditë por nuk e ka praktikuar. Një dituri çka do të shqoq? E ke ditë, ke pas mundësi të praktikuar dhe nuk e ke praktikuar, kjo është kundër teje ditën e gjykimit. Dhe kjo është prej pikave si thash shumë prezente të na njerëz të cilët e lojnë dhe nuk e praktikojnë vërtetën, edhe pse e dinë, zakonisht e lojnë për 2 arsye. Do i ceki para juve që nëse njeri rastësisht i ndjen e herë vetën e tij, u mundu më largu prej tyre, e para është moskujdesia ose pritesa e madhe dhe shumë hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dëgjon shumë ajete të Allahut azza wa jalla dëgjon dhe sigur që nuk kanë bëjnë me ta. Bile më ka ndodhur mu, kam bu pyetje, ka bu pyetje një vllaj ka unë hoç nuk e di ku është problemi, ku po lexoj diçka një libër apo një shkrim diçka në internet, kur po është ajo fjala e autorit për lexim pa problem. Ku po vetë ai si pianist po thonë petesha, edhe po vazhdoj të mosh. Tash kjo është arsye që ti po mendoj që punë të ajete vërtet e kry këtë. Tash ka vetëm fjalët e njerëzve aty. Dhe kjo është një metodave shitoni që i largon njerëzit, po mos e kuptoj vërtetën. Kurse gora e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo është shumë e rëndësishme, me cek para juve për një çështje që do të vjen më vonë pak. Gora e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjithë llojet e kufrit që kanë qenë kundër tij. Ka qenë politeizmi kulminacion. Kanë qenë edhe pabesimtar, prej krishterëve me jahudive. Kanë qenë edhe grupe të këtyre njerëzve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me filozofia, me psikologjia që ka bëu dhe vetëm me Kur'an. Veç me Kur'an, krejt këto njerëz që kanë ardhur me lloj ideologjie,
Me lloj-lloj ideologjie, ta i s'ka bërë çka tjetër, veç Kur'anin ka lexuar. Kurse teta, është e kundërta. Tena, nëse vjen dikush, na mundon çdo sa ja ka thënë ka Kur'anin në pina çetë. Se na duku se kupton. Na duku që bashkë Kur'anin të kupton. Kurse Allahu na ka urdhëruar që qelsi kryesor për të thirrsh me njerëz, kur të fosh, kur bëj dalë me njerëz, ta tregosh njerëzve të vërtetën, është qelsi kryesor dhe i fundit për ty është Kur'ani. Nëse fillon me Kur'an, dish suksesi ka qenë i sigurt. Po dhe nëse nuk ka sukses këtë dynjë i sigurt, di që ti e ke dhënë atë që Allahu e ka zbrit. Sa Allahu ka zbrit këtë Kur'an për njerëz. Dhe ka zbrit që mingjall njerëz, mingjall zemrat e njerëzve, çfarë do lloj njeri koftaj. A nëse ke fillu me mendje ndonjë dhe tu ka thonë që ti pesh sharon më mirë se sa ajo shqinë në Kur'an dhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë nëse udhëzuar njëri nuk udhëzon rrugën që ka kërkuar Allahu azza wa jall, por nëse nuk udhëzu, atëherë do të kesh dënim për rrugën e gabuar që e ke sjell thirrje e njerëzve. Kjo është çështje e fundit, me po inshallah dersi nëse ka qenë i shkurt apo nëse ka qenë jo shumë i qartë, ajo që më kërkoj prej vetës teme dhe prej juve është që nëse ka ndodhur një dobi të vogël e ke marrë me këtij dersit, më mundu me shtim praktik dhe kjo është ajo për cilën kemi ardhur me ndëgju ders. Kjo është ajo për cilën kemi ardhur me ndëgju ders. Përndryshe, vetëm marrë me ndëgju dhe më kthy të shtëpia, kjo është jetë, mund të shtëpia me nejtë, mund të çka dush me bëu, kjo është jetë. Por me ardhur me praktiku, kjo është ajo që Allahu azza wa jall ka kërkuar prej ne, prandaj unë jam i kënaqur nëse përmes këtij dersit kemi marrë diçka dhe e shtim praktik dhe lutem Allahun azza wa jall që me fjalët e tij dhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ta bëj dobi neve, të jetë dobi për zemrat tona, të jetë ujitje që ato të zgjodhen nëse ndodhen herë vdesin dhe që gjithë se bashkë kështu na fut në xhenet ku atëherë nuk do të ketë pikëllim, nuk do të ketë zemrim dhe ku gjithë muslimanët do të jenë së bashku të kënaqur me të mirat që Allahu azza wa jalla ka dhënë atyre. Allah i shpëton për ndëgjem. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë. Amen. Amen. Nëse ka dikush në pyetje, e bëjmë miku për pyetje ashtu, e kemi pas traditë ashtu këtë ditë. Çashtu është edhe këtu. Mirë, atëherë e lëm miku për pyetje, nëse ka dikush, nëse nuk ka problem, e vazhdojmë kemi edhe një hoxh këtu. Harova në fillim prezantuash një hoxh edhe ky prej Xhilanit. Studiant tash është studime në Medinë. Kisha po se edhe ky me dalë diçka më thonë, ose më përgjigj ndaj pyetje, po tash Mirë. Kë po don me valon morale. Unë po dua të ai mua, Allah e shpëtit. Ka po. Me mëna mund të nëse është i mirë, ku më bëj. Në të dinë të kaloj. Jo po me kisë dinë. Selam aleikum hocam. Aleikum selam. Kisha një pyetje. Moti ka koncept një hadith për një kontekst të shabashmi, kur blen tesha të reja, duhet me i la dhe pastaj me i vesh. Jo, nuk ka kështu. Nuk ka diçka të saktë, ajo që kanë cek dietar, ka qenë nëse blen tesha prej qafirave, prej pabesimtarëve. Dhe zakonisht kohën e sahabëve, në kohën e pejgamberit, tesha që blen nuk kanë qenë të reja. Domethënë nuk kanë qenë tesha që kanë dalë prej fabrikës të lajme. Po zakonisht ka pas muzika përdor dikush më herët dhe dietarët e kanë thënë në kolibat që nëse është gjendja kështu, është e pëlqyeshme me la, por shkak se nuk dihet çfarë papastërtie ka pasur kur e ka pasur shafiri pa besimtari veç. E kanë thënë kështu si lloj kujdesi kur i blen për atyre. Mirë po gjendja për gjendja ka ndryshuar. Domthonë tash kur i blen tesha, po e blen te pa besimtari, po e blen te muslimanët, tesha është e fabrikuar, domthonë çështja e pastërtisë është e siguruar, prandaj nuk ka diçka. Nuk ka diçka problem. Dhe na pra foto do të thotë. Na pra foto të shkën dhe atë. Dhe lan këto moneri. Atë shohën aty në çështje që vetë që ka të çështje të shohën në shtëpi. Se cila diku na e bëjë, ne mund të ka sa po. Se cila të bëjë. Sa pos më shku pas këtu. Mesazha për atë foto edhe dije që janë përdorta, domthonë nuk ju pastru.
atëra është mjupi pastor, me hek dyshimin. Me hek dyshimin. Mirë, nëse s'ka pyetje, atëherë na shkojmë atë metodën e dytë, unë e vaj pyetje. Që ka mund. Allah që më blerë. Këtë ndërësit, kur fillon e thonë që Allah i ka thonë ta njerës që jenë në këtë moment që më ndërës, kur qonë për këmi qonë si pa me kate, ka mund si pa këtënë? Jo, nuk është të mirë pyetja është me rësi, nuk është për qëllim turna që jena e kena sigur që nuk ka falë më kate. Jo, po, është një hadith, pejgamberi sallallahu alajhi hadith që shekatoni rahimahullah ka bërë vërtet, është thotë që Allah azza wa jalla çon Xhibrilin për disa njerëz që u ulën dhe kur po kujtojnë Allah. Hadithi është shumë i gjatë. Mirë për fund, thotë çka ishin tjerë ato, po shka ishin tjerë ato njerëz, thotë vetëm me përkujtu Allahun, vetëm me përkujtu ligjit e fesë. Atëherë Allah azza wa jalla i thotë, atij thotë, shko thotë për gëzoj, thotë që unë jam konfolë të me kotën, e qohë se i kanë me kotët e falme. E tash dietarët e përmendin këtë hadith me shpresu që na shti inshallah edhe na him këtë grup. Na nuk e di ma him asi, mirë po na me shpresu që domos të muslimani me shpresu që Allah ja falë me kotën, është një prej kushteve kryesore të jetës. Një prej kushteve kryesore të jetës që jeta e muslimanit do të ndërtohet tash me pas shpresën që Allah ja falë me kotën, edhe më tut për gjëra. Për ata kur e kanë pyetur Imam Ahmedi rahimahullah për shpresën edhe për frikën, ka thonë shpresa edhe frika i ngjan sikur krahët e Zotit. Nëse se ka një së fluturon. Për ata muslimanit me pas edhe shpresën edhe frikën të dyja mesatare, që me mujt me qenë jetë ati stabil. Nëse e amon ona e frikës, atër ka mundësi e humb shpresën për mëshirës Allahut. E nuk e humb shpresën për mëshirës Allahut vetëm se për besimtarin. E nëse e amon ona e shpresës, atër kalon me shmehon, nuk i intereson për që të fesi do këtë çdo punë që e bën, pastaj do këtë që nuk ka problem se inshallah Allahi falë ka mëshirën e madhe, na them që Allahu falë, s'ka dyshim ka mëshirën e madhe, po dënimin e ka të vetë. E na në këtë rast inshallah na përgësit të vime që vlerëmi dhe nuk kena qëllim tjetër vetëm se për kujtimin e Allahut, për kujtimin e ligjeve të tij. Inshallah shpresojmë që Allahu me na falë gjinat për çohën pikturit dhe kjo është ajo që shpresoj kurse Allahu vendon çka të bëjë. Albarani mu e pyta? Algjo, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur dëgjoi se sunetet e sabahit dhe akşamit i ka falë me surën e Kur'anit dhe kuleje i Eferun. Sabahit hadithi është i saktë, pejgamberi sallallahu ka falë recitatën e parë kuleje e Eferun, dytë kule Allahu me po jo është ha. Jo është një bëj transmetive është edhe ky, një ashtu edhe dy recate që i falë mas tavafit. Po, pelimi do mund që mos me haru. Sunetin e sabahit edhe dy recate që i falë mas i tavafit, jashtë sunet me falë dy recate edhe në këtë rast, pejgamberi sallallahu ka thënë kulen e Kafirun edhe kul huwallahu ahad. Kurse nuzimi i tij i përgjithshëm nuk ka bërë diçka caktim sureve përveç raste specifike sikurse është namazin e Bayramit edhe namazin e Xhumos që ka thënë zakonisht edhe ata ka hadithul Ghashia edhe Sabih isma rabbikal a'la. Kjo është prej sunetit më të përhapur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë, nëse s'ka pyetje më shumë, apo është për të gjë.